urime pavarësia. Kam shumë emocione me folë para gjithë juve këtu. Me që sot ishëm, unë isha për herë të parë në paradën e ushtrisë dhe policisë e Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje të jashtëzakonshme që e bijat e Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Të dashur qytetarë, e nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot kjo ditë e shenjtë për popullin ton, 18 vjetori pavarësisë, është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjuan në gjak, në Afrikis, që qëndron me shekuj. Kanë derin që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën botës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këtu për t'i luruat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që i shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK! Hashim Thaçi, Katri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë, si gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve, edhe një herë gëzuar pavarësia.